Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Fillimisht e falenderoj Allahun Azza wa Jalla, I cili na grumbulloi sot këtë vend, e lutem Allahun ashtu siç na grumbulloi këtë vend, të na grumbullojë në xhenetet e tij. Me lenin Allahut, pasi që fola rreth mos respektimit të prindërve si dukuri në shoqërinë tonë, po edhe në përgjithësi, sot me lenin Allahut do të kaloj në të kundërtën e saj, në mos respektimin e prindit ndaj fëmijëve të tij. Do thotë, thatësia emocionale nuk ka mundësi që qetë veç të fëmija kundrejt prindit, po mund qetë edhe të prindi kundrejt fëmijës së tij. Këtë dukuri e shohim sot shpesher, bile edhe të një numër i fëmijëve musliman, po flas në aspektin asaj që janë musliman fetar, që njohin sa do pak rregullat e fesë, megjithatë shohim që ka thatësi emocionale dhe ka gabime kundrejt tyre. Shpesher ndodh që gabimi I prindit që e bën ndaj fëmijës të bie shkak që fëmia mos ta respektojë prindin e tij. Një numër I fëmijëve nuk I respektojnë prindërit e tyre shkaku që prindi nuk e respekton atë. Edhe kjo është ajo që e sjell mos respektimi I prindit që ja bën fëmijës së tij, pastaj I kthehet. Edhe normalisht ankesa duhet që qetë thjesht e vetja e tij, ta përmirësoj veten, pastaj të drejtojë edhe çështjen te fëmia e tij. Përsa I përket fëmijëve, fëmijët janë kënaqësia jon, janë syt ose janë kënaqësia e syve tonë, e zemrave tona, janë prehje për neve. Ata thjesht janë fëmijë, kërkojnë prej neve ngrohje, kërkojnë emocione, kërkojnë gjendja, veçanti vajzat të cilët janë më të ngjeshme, edhe janë më emocionale. Edhe duan që ta ndjejnë atë ngrohtësinë, atë dashurinë e prindit poshtë babës, do thotë, ose ma mirë themi edhe të nonës. Në këtë rast, nëse ata dy I japin atyre atë ngrohtësi, atë nxehtësi, ato ndjenja me lenin Allahut, fëmia do të mbushet emocionalisht. Edhe do të përmirësohet sjellja e tij dhe do të jetë edhe më I drejtë edhe më I saktë në punët e tij, po edhe normalisht do të jetë edhe më I dëgjueshëm. Në krahasim me atë fëmijë I cili ngjen vetëm se thatësi, vetëm se ftohtësi, vetëm se vrasësi prej prindit të tij, në këtë rast fëmia normalisht edhe ai do të ndjehet keq, edhe do të ndjehet I zbrast. E zbrastit me nxi presin shokët e tij jashtë, e presin që t'ja japin, t'ja mbushin, duke ja mbush me devijime në moral edhe po ashtu devijime në fe. Andaj të shohim cilat janë manifestimet, si duket mos respektimi I fëmijës prej anës së prindit. E para është mos ndjenja e prindit për përgjegjësinë që e ka. Normalisht fëmijët janë amanet, dhe ne kemi amanet, dhe do qapim për te llogarit ditën e kiametit. Allah Zogjel tha: ja ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun qiladun shidat la ya'suna Allaha ma amarahum wa yafaluna ma yu'minun. O besimtar, ruani veten tuaj dhe familjet tuaja nga zjarmi I xhenemit, ku lëndjekse do të qenë gurët edhe njerëzit, dhe asje do të ketë melek të cilat janë të vrasht me banorët e xhenemit, e ata I respektojnë urdhat e Allahut dhe asnjëherë nuk I refuzojnë ato. Do thotë që njeriu është përgjegjës për familjen e tij, dhe s'ka dyshim që do të qapë llogari për ta ditën e kiametit. Pejgamberi sa më tha: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Çdo njeri për juve është bari dhe çdo njeri është përgjegjës për kopën e tij. Burri është përgjegjës për familjen e tij, dhe është bari në shtëpinë e tij për kopën e tij, dhe është përgjegjës për familjen e tij. Po ashtu edhe gruaja është përgjegjëse në shtëpinë e burrit të saj, dhe ajo do të çojë llogari për kopën e saj që e ka pas në shtëpinë e saj. Do thotë, secili prej neve, nëse e kupton që fëmia përveç asaj që është dhunti, është mirësi, njëkohësisht është edhe përgjegjësi. Dhe përgjegjësia është e madhe që bie mbi supet e prindërve, dhe ata ditën e kiametit do të çapin llogari para Allahut Azza wa Jall. Kjo është e para. E dyta është mosputhja e fëmijëve, edhe mos shprehja e mëshirës edhe dhëmshmërisë për fëmijë. Ka prind që fatkeqësisht nuk I përqafojnë fëmijët e tyre, as nuk I puthin ata. Puthja nuk aludon vrasësi, puthja aludon mëshirë, aludon dashuri, aludon që prindi ka gjendje ndaj fëmijës së tij. E nëse ti nuk ke gjendje ndaj fëmijës dhe ti mendon që puthja e fëmijës që ka në sytë e shoqërisë
qenë ka diçka e neveritshme, atëherë ti gabon rand. Për shkak se pejgamberi Allahut nuk ka qenë ashtu. Khairul hejju Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Uzimi më mirë ashtu uzimi pejgamberit Allahut xhel. Pejgamberi sa ka qenë shumë i mëshirshëm me fëmijët. Pejgamberi Allahut i ka përqafu ashtall, ka bërë shaka me ta, ka qenë i butë me ta, ka qenë i mëshirshëm me ta, ka pas ndjenja dhe mëshmërie për ta. Nuk ka qenë i vrasht, nuk ka qenë i ashpër, nuk ka qenë njëri i cili ka ngacmu ndjenjen e tij, zemrën e tij që fëmia dikur ta mbojë mendat. E keni po fëmia zakonisht i mban disa skena për jetës fëmijërisë së tij, i mban me vete edhe kur të rritet. E kujton nëse dikush ja ka thonë një fjalë të mirë, ose dikush nëse ja ka thonë një fjalë të keqe. E kujton nëse dikush ka qenë krau i tij, po ose edhe nëse ka qenë kundër tij. E gjitha i mban mend në kujtesën e tij. Pejgamberi Allahut azza wa jall, si thot Ibn Abdullah ibn Mesudi, tha pejgamberi Allahut, dëgjoni mirë, tha kur falte namaz dhe binte sejdë Hasanit dhe Husajnit, hipnin në shpinën e tij. Edhe njerëzit shkuan të i largojnë pejgamberit Allahut, i ndalojnë misharat. Dhe pasi që kreu namazin, pejgamberi sa më tha, kush më do mua, le t'i doje edhe ata, edhe këta dy. Do thot Hasanin edhe Husajnin, nipat e vet. Nuk e kishte problem pejgamberi Allahut. Fëmia nëse kalon duke u falti nuk ta prish namazin, mos u frikso. Se shumica mendojnë që nëse fëmia kalon kur jetë duke falti ta prish namazin, nuk ta prish. Mos u frikso. Fëmia nëse vjen edhe ty mbi shpinë, ti kur bjen sejdë, mos u mërzit. Nuk ka problem, në të rrirë, qëndroj ashtu, se s'bëhet kur gjo, namazin e ke tamam, ai është fëmijë. Ai do me luj, do me los. Edhe kur ti je në sejdë, është mirë se ai të shef, edhe nesër ai ndjek pason, se baba është shëmbëltyra kryesore për fëmijën. Fëmia shëmbëltyrën më të mirë e ka prindin e tij, nuk ka tjetër. Nëse ai nuk ka shëmbëltyr, nëse nuk e ka babën shëmbëltyr, ose nëse vajza nuk e ka nënën e vet shëmbëltyr, atëherë ka me marrë shëmbëltyr. Ka me marrë një futboller, ka me marrë një artist, ka me marrë një muzikant, ka me marrë një person i cili është i devijum, nuk e njeh fen Allahut, nuk i pensejë kur Allahut. Andaj neve na mungojnë në shoqërinë tonë shëmbëltyra për të mirë. E prindit duhet që qet baza, themelin në shtëpi për shëmbëltyr të mirë. E Bukatate tha që pejgamberi kur falej, e merte mbesën e tij, Umamen, vajzën e Zejnebit, e merte në krah. E mbante ashtu kur ishte në qëndrim, kom. Kurse kur shkonte në ruku dhe sejdë e linte anësh. Pasi që ngrihej prej sejdës, e merte sërish edhe e mbante me vete mbesën e tij. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu tha, pejgamberi sa më ka thonë, unë e hyj namaz. Dhe synimin e kam që ta zgjati namazin. Mirë po kur e dëgjoj të qarët e fëmijëve, atëherë e shkurtoj. Pse? Për shkak se e di se nona e atij fëmije është qetësu për qarët e fëmijës së tij. Edhe çka bën? Pejgamberi sa ka pas ndërmend ta zgjasë namazin. Mirë po kur e ka dëgju fëmijën duke qaj, atëherë çka ka bën? E ka shkurtuar namazin me qëllim që zbuse nana zemrën dhe mos i mbajmë mend të nanat e fëmija. Po pasi ta kryej namazin, shkoi ta marrë fëmijën e saj, edhe të kujdeset për te. Pejgamberi sa si thash, edhe bënte shaka, edhe loste me fëmijët. Enesi thotë që e kishte një vëlla. Edhe pejgamberi sa kur e shihte atë, i thoshte ja Eba Umer, ma fa'ala bika an-Nugair, o Eba Umer, çfarë bëri, çfarë ndodhi me zokun tënd? Me zokun, e kishte një zok, çfarë ndodhi me te? E normalisht për fëmijën ishte shaka dhe ishte dëfrim. Po ashtu Mahmud ibn Rabi radhiyallahu anhu thot që pejgamberi sa tha, e mbaj mend, kam qenë 5 vjeçar. Kam qenë 5 vjeçar kur pejgamberi Allahut mori ujë për një kove. Pasi që mori ujë pejgamberi Allahut prej kovës, tha më stërpiki me ujë në fytyrën time. E kam mbajt mend, nuk e ka bën për pejgamberi sa për keq, po e ka pas qëllimin që thjesht domethënë që tallet me të bën shaka, sikur se gjithë ne që bëjmë me fëmijët tonë. Aisha radhiyallahu anha thot, nuk kam pa dikë i cili ka qenë i ngjeshëm në modesti, në thjeshtësi, në hecje, në uzim, nuk kam pa dikë i cili ka qenë i ngjeshëm me pamësim, sikur se bia vet Fatimja. Fatimja kur e ke pa duke ec, ke menduar që është duke ec pamësim. Edhe pejgamberi Allahut si e priste Fatimën. Pejgamberi Allahut ngrihej në këmbë. Kur vinte bia vet, e kapte për dorë, e puthte edhe e ulte te vendi i tij. Po ashtu pejgamberi Allahut kur shkonte te Fatimja, ajo ngrihej, e kapte për dorë, e puthte babën e saj edhe e ulte te vendi i saj.
thuhet, transmetohet për Ebu Bekrin, sa ishte i mëshirshëm për familjen e tij. Aisha kur ishte e sëmur, edhe kishte pas zjarmi, e pa baba e vet shkoi do thot e puthi në faqe dhe i tha, si je o i bija ime. Gjitha këto aty pse janë imazhe. Këto janë imazhe me rabon neve qartë me dije se nuk është prej burrnis mos me afro fëmin. Sikur se kanë vepruar disa prej baballarëve tanë. Nuk është prej burrnis me distancu fëmin. Nuk është prej burrnis me thon fëmis largohu. Dhe nuk është prej burrnis fëmin mos me përqafu, përkundrazi. Prej burrnis është fëmin me afru. Prej burrnis është mi dhon dashuri. Prej burrnis është mi dhon gjendja, siguria atij që baba e do, dhe ai emocionalisht, edhe shpirtnisht, edhe karakteri i tij do të forcohet me Allah. Edhe do të jetë madhyshi. Ai do të jetë person i cili ka stabilitet në karakter, jo person i cili ka huti, edhe pastaj nuk di se ka t'jam bon edhe shumë letë e ka për me deviju. Zatën një prej sebeveve devijimeve në fe, dhe ekstremizmi në fe pikërisht është mos mbushja e shpirtit me emocione prindore. Kur familja ka mungesë për emocioneve të familjes, prindit, atëherë shumë është letë për me deviju, edhe me u bë nesërmën ekstremist. Poshtë, e treta, mos kujdesi ose pa kujdesia për edukimin e fëmis. Edukata duhet me qenë prioritet. Te prindi për shkak se prindi e ka për obligim të edukojë fëmijën e tij. Edukata që e kërkon Islami është edukatë fetare, edukatë e drejtë, ku fëmijës i mbjedhen vlera edhe i largon veset. Fëmija duhet që të edukohet, që të udhëzohet, që të mësohet, që të drejtohet, ti tregohet atij e mira dhe e keqja, ti mësohet atij halali dhe harami, ti mësohet atij namazi, ti mësohet atij leximi i Kuranit, ti mësohet atij udhëzimi, edhe ç'është devimi, edhe rreziku prej saj. Përmes se siç e transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu, thotë që përmes se ka qenë bashkë me ta, ka qenë Ibn Abbasin përmes se kanë qenë me një kafsh, Ibn Abbasi ka qenë i vogël, fëmijë atë. Ta isha pas ti i hipur në kafsh. Edhe çfarë i tha, dëgjoni mirë. Këto fjalë përkthese përmes se janë mësim për gjithë neve. Dhe mësim për mia dhon edhe fëmijës son. Tha ja gulam, uallimuke kelimat. Tha ti o ti djalosh. Tha po ti mësoj tha disa fjalë. Ruaje Allahun që Allah të ruajë ty. Ruaje Allahun që Allah në çdo herë ta kem pranë teje. Tha nëse lyp prej Allahut. Nëse kërkon ndihmë prej dikujt, kërkon ndihmë prej Allahut. O ti djalosh. Tha dije tha se nëse krejt bota qohen bashkohen për me ta bë një të mirë, nuk kanë mundësi me ta bë një të mirë. Nëse krejt bota qohen me ta bë një të keqe, s'kanë mundësi me ta bë të keqe, veç atë që e ka caktu për ty Allah Zogjel. Dije që kalemi lapsi më në shkruan dhe tashmë fletat janë tharë. Ky mësim për pejgamberit Allahut, a e di çka nën kupton për këtë djalosh ose për mua dhe për ty? Kjo nuk kupton ta mëson çështjen e besimit. Ta mëson çështjen e mbështetjes në Allahun Azza wa Jall. Ta mëson që nëse ke nevojë, ku ti drejtohesh? A ti drejtohesh Allahut apo ti drejtohesh sirbazit? Nëse ke nevojë për diçka që e lip, edhe e kërkon, edhe e don, kujt? Allahut, sepse Allahu jep. Nëse i mbështetesh dikujt, kujt? Mbështetjo Allahut. Dije se nëse krejt bota ngriten për me ta bënë të mirë, s'ka mundësi me ta bëj të mirë, veç nëse Allah e ka caktuar për ty, nëse të vjen një dëm dhe mundohen gjithë me dëmtu, dije që s'ka mundësi me dëmtu, veç nëse Allah atë e ka caktuar. Prandaj mos u frigo, se kaderi s'ka mundësi me ndryshu. Krejt dunjë e bën kaninati. Krejt dunjë e dojmë me më dëm, mos u mërzit, se s'kan mundësi me të dëm. Përveç se atë që e ka caktuar për ty Allah, mbështetja Allahut. Ka ky mësim, ky të edukon, t'jep iman, ta edukon imanin apo zemrën, edhe ta jep një drejtim se ka dush për me shku. Nëse ti nuk e di se kujt i mbështetesh, normalisht nesër kemi mbështet njerëzve dhe kemi mbështet do thotë dikujt tjetër që nuk duhet. Nëse ti nuk e di që duhet që të mbushet zemra me iman, edhe ta kesh besimin që e mira dhe e kesh vjen prej Allahut, atëherë çfarë ndodh me ty? Ka për me ndodh normalisht, ka ose mbrenësinë tënde. Omer ibn Abi Salama thoshte isha i vogël në prenjen e pamesës. Ka qenë këtu e ka pas mbrenj. Edhe ka qenë duke hangur buk. Dhe si fëmijë e ka çu dorën atje, ka marrë këtu, e i ka thonë pamesën, o ja kula, o ti xhalosh. Semilla, ka thonë thuaj bismillah. Dhe ha me dorën e gjatë. Semilla, thuaj bismillah, ha me dorën e gjatë dhe ha para ti. Mos shko me marr majtë e gjatë, apo sikur se ne shemo tash nëse shohim një fëmijë, çka ke bën këtu, pse ashtu marrë? Jo, këtu.
me qetësi, me butësi, me rati, pejgamberi kështu e ka eduku, brezni që ka normal, prandaj ka ndol burra. Ka pos burra se kanë ditë si me eduku. Normalisht që udhëzimi nuk është në dorën tonë. E jona mbetet që ne t'ja mësojmë, unë e përmend, t'ja mësojmë fëmijës tonë patjetër namazin, patjetër. Prej kur është fëmijë, nëse ai kalitet prej fëmijërisë, me falë namazit kur vjen koha e pubertetit, nuk e ka problem. Ama nëse ti nuk e mëson, dhe ai nuk e mëson, pastaj shoqëria e mësojnë. Edhe shoqëria ka njëre binë edhe në xhami. Elhamdulillah që ka prej neve që janë një numër fetar edhe ndikojnë atë qetë. Prandaj është mirë fëmijë me lënë me fëmijë të cilët janë kajtë, të cilët janë devotshëm, që ndikojnë taj, nëse ti si prind nuk mundesh për me ndiku, për parëm leje që e në xhami. Le të ndikojë mësuesi ti, le të ndikojë hoxha, le të ndikojë shoqëria e tij, e cila është e mirë. Ama duhet patjetër me pas ndikim dikush taj. Përndryshe, udhëzimi nuk është në dorën tonë. Udhëzimi është në dorën e Allahut xhel. Nuhi alayhis salam djalin e tij ka pasur një besimtar. Edhe pse ka qenë pejgamberi Allahut azza wa xhel, megjithatë djali i tij ka qenë një besimtar. Kjo ta bën qartë me ditë që udhëzimi nuk është në dorën tonë, po udhëzimi është në dorën e Allahut azza wa xhel. 4. Teprimet e shpeshta edhe qortimet e shpeshta nuk janë prej respektit të prindit ndaj fëmijës. Normalisht ne gabojmë, apo? Gabojmë, tamam. Edhe fëmia gabon, bile fëmia gabon më shumë. Mirë po, qortimi, a ja vlen me qortu fëmijën non-stop, pa ndërprerje? Nuk ja vlen, pse se fëmia nesër, kur ti e qorton tepër, çka bën? Fëmia nesër ndryshon. Kur fëmia gabon, detyrohet për me gënjy, detyrohet për me rrejt, detyrohet me thonën që jo se kam bë. A realisht ai ka vepruar. Mirë po, prej frikës çotekit, edhe frikës qortimit, çka bën? Ai thotë jo. Edhe dikur fëmia çka bën? Dikur fëmia fillon për me gënjy edhe me mbet kjo si vespër në tarmën e tij. E dëmja është shumë më i madh. Prej fëmia duhet të respektojë shkaku i respektit që e ka ndaj teje, si prind dhe shkaku i bindjes që e ka obligim të respektu, ama jo shkaku i frikës. E mos ja mbjell fëmijës frikën, po le ta respektoj karakterin tonë. Bëu i tillë që ta respekton karakterin. Anas ibn Malik thot për 10 vite i kam shërbi për mesëse. E di që 10 vite. Nuk është një ditë, nuk është një natë. 10 vite të plota, për 10 vite kur asnjëherë pejgamberi Allahu nuk më ka thonë njerë uf, as nuk më ka thonë për një gjë që e kam vepruar. Pse ke vepruar? Ose për një gjë që nuk e kam vepruar, pse nuk e ke vepruar? 10 vite ti me qenë qërtori dikujt, 10 vite, nuk është e lehtë. Ka qenë, do thot, me të vërtet ka posën moral të lartë Pejgamberi. Pejgamberi më tha, përsa i përket edukatës, edhe përsa i përket, do thot, aspektit fëmijëve, para se të kaloj të hadithi, një prej pikave qira, ku prindet zakonisht gabojnë, është mos shpenzimi i duhur për fëmijët, kooperacia. Ka prej prindve që janë kooperaci. Ndoshta shpenzon për veten e tij, ndoshta shpenzon për gruan e tij, mirë po krahashin pyetja te fëmia nuk shpenzon. Normalisht që çdo prind ka obligim që shpenzojë për familjen e tij. Dhe shpenzimi më i mirë s'ka dyshim që është shpenzimi për familjen. Mirë po ka prej prindërve që fëmijët të tyre nuk e japin hakun. E në këtë aspekt duhet ta kuptojë çdo prind që kjo sjellje e tij ka mundësi shumë lehtë që ta çojë fëmijën deri te vjedhja. Fëmia kur prindi nuk i jep, dhe ai ka nevojët e tij, dhe jeton bashkë del me shokët e tij, dhe ai nuk ka as tolla, nuk ka asgjë me vete. Shpesh ndodh kjo dhe prindi nuk përkujdeset për këtë aspekt, atë çka ndodh, fëmia detyrohet ndoshta për me gënjy ose detyrohet për me vjedh. Një numër atyre që kanë filluar me vjedhje, pikërisht ka qenë ky shkaku. Mos pasja e kushteve dhe mos respektimi i prindit ndaj tij. Pejgamberi më tha, çdo ushqim, çdo kafshat që jep vetes tënde është sadaka. Çdo ushqim, çdo kafshat që ja jep fëmijës tënd, për ty kjo është sadaka. Çdo kafshat që ti me te e ushqen gruan tënde, për ty është sadaka. Dhe tha pejgamberi, çdo herë kur e ushqen ti shërtorin tënd, po tash nuk kemi shërtor, po punëtorin tënd, për ty kjo është sadaka. Me një ditë tjetër pejgamberi tha, dinarin që ti e shpenzon, rrugt të Allahut, dhe dinarin që ti e shpenzon për me liru një rob, dinarin që ti e jep e shpenzon sadaka për një miskin, për një ngrat, dinarin që ti e shpenzon për familjen tënde, prej gjitha këtyre, shpenzimi për familjen tënde është më mirë. E kuptuat? Shpenzimi rrugt të Allahut,
shpenzimi për lirimin e robit, shpenzimi për që e ban për të ngratin, dhe shumë shpenzime tjera, nuk mund që të barazohen me shpenzimi që e ban ti për familjen tënde. Andaj shpenzo për shkak se është familja jote, jo me tepru, po secilit më dhon hakun ashtu siç e meriton. Përse se më tha që dora e lartë është më e mirë se sa dora e poshtme, dora e sipër është më e mirë se ajo e poshtme. Qëllimi është ajo që jep është më e mirë se ajo që merr. Dhe tha përse se fillo me atë që ke obligim përgjegjësi që të kujdesesh për te. E gjashta, mos respektimi e anashkalimi i pastërtisë së fëmijës. Ka për prindërve fatkeqësisht që anashkalojnë çështjen e pastërtisë së fëmijëve të tyre, rrobat e tyre. Pastërtia e tyre nuk është nivel. Jo që nuk ekziston mundësia, kanë pasuri, kanë rroba, gjitha mundësit i kanë. Mirë, po nana nuk ka kohë, për shkak se ta nditën në Facebook, ta nditën kontakton me shoqet e saj, nuk ka kohë për shkak se del shëtitën, prindi as që intereson, gjithitën telefon, edhe çka bën fëmia bën kurban. Fëmia bëhet realisht ai është jetim. Ndoshta jo në aspektin fizik trupor, mirë po shpirtërisht po, për shkak se s'ka kush kujdeset për të. Prindërit gjithë ditën merren me punët e tyre ose me punë kota, por nuk kujdesen për fëmijët e tyre. Realisht përse se më ka thonë që inna Allah xhemin u yuhibbul jimal. Përse se më ka thonë që Allah është i bukur dhe do të bukurën dhe prej neve kërkohet që të vishim me ato mundësi që kemi sa më bukur, kemi sa më të pastër. E ka mundësi për me qenë ashtu, po kemi mundësi, nuk ka shkush me pas rroba të reja më të mirë, me pas me filma ndryshme jo, kjo është gabim, se ka mundësi fëmia pastaj marrë si kundër reagim, nesër fëmijas mos me të respektu dhe me kërku çdo herë më shtrejt. Mirë po, qëllimi është që ti me pas një rrobë që është e mirë, që është e pastër, çaq, ta mbuloj vretin, sikur se përpara që i kanë vesh ballarët e tonë, edhe një pjesë e jona që shkojshin në shkollë përpara në arnëshin nënët e tona të rrobët që kemi pasën, a sot ka dalë mod, atëherë s'kemi pasën, as dosh me arnuën, e sot ka dalë mod, këtë rrobat i kanë çkoshta. Do të thonë, botë e çuditshme, apo përmes se më thot Ebu Hurajra doli një ditë prej ditëve, tha ishte mesditë, edhe as nuk u fol, as nuk i fola. Derisa shkuam te tregu Kajnuka, edhe u ul në oborrin e Fatimës. Edhe përmes se tha ku avoglushi. Fatimja ka qenë e nxënë me Hasanin duke e la, thot, ose duke e vesh. E derisa doli Hasani kur doli e përqafoi, përmes se e puthi, edhe tha, o Zot, duaje këtë, dhe duaje çdo njerin i cili e do këtë, për Hasanin. Mirë po, ajo neve që në intereson këtu është pastërtia që e kanë bajt në atë periudhë, se kanë qenë varfër, në gjendjen e dimi se si e kanë pasën. Ama, duhet me kuptuar një çështje. Pastërtia e fëmisë është edukata e prindërve. E tregon, e shfaq, e nxjerr pa edukatën e prindërve. Nëse prindi ka edukat normalisht që edhe fëmija do të jenë ndryshe, përveç disa fëmijëve të cilët vetë janë tillë, nëna mundohet, sakrifikon non stop, mundohet vazhdimësisht që fëmia të jetë i pastër, megjithatë fëmia po lihet shpesh, edhe është një fëmijë i tillë që nuk i intereson aspekti i pastërtisë. E shtata, duaja kundër fëmijëve. Shpeshherë shohim prindërit që të cilët luten kundër fëmijëve të tyre. I shohim nënat e tona të cilat i mallkojnë fëmijët e tyre, kjo normalisht që është gabim. Dhe është gabim shumë i rëndë për shkak se pasojat janë të mëdha, pastaj fëmijën kur e shef që ka devijuar ose ka ndryshuar gjendja e tij, atëherë nëna si dhimbse të mirë pa as vonë. Duhet të kuptojmë një realitet se duaja e prindit pranohet, dhe është e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Përmes se më ka thënë që 3 duaja nuk refuzohen, po ato pranohen. E para është duaja e atij që është bë padrejsi. Nëse dikush bën padrejsi, atij që është bë padrejsi, duajën që e thotë që e bën ai, duaja e tij është e pranuar me lejen e Allahut azza wa jall. Po ashtu duaja e udhëtarit, edhe duaja e prindit për fëmijën e tij. Çdo prind i cili lutet për fëmijën, duaja e tij është e pranuar. Prandaj thapë se mos u lutni kundër vetes suaj, mos u lutni kundër fëmijëve tuaj, mos u lutni kundër pasurisë suaj, sepse ka mundsi luçja juaj të përputhet me kohën ku pranohet luçja e Allahut ta pranojë atë luçje, edhe më pas më nuk ka kthim. Andaj nëse lutesh për fëmijën tënd, lutu çdo herë për mbarsi, lutu për udhëzim, lutu për drejtim, mos u lut fëmijë, mos u lut kundër fëmijës që më thon o Zot prishje, o Zot shkatroje, o Zot mos jep hajër, o Zot kur mos pas hajër. Kjo nuk është mirë. Nuk është për edukatës edhe nuk është prej fetarisë asnjë besimtari. Mos drejtësia mes fëmijëve, do thotë ke më shumë se një fëmijë, po nuk je i drejtë. Pse nuk je i drejtë për shkak se njërit i dhuron makinë, po supozojmë, 5.000 euro, qetëri ja dhuron një 10.000 euro. A është drejtësi? Nuk është drejtësi. A është drejtësi dikujt me dhon diçka më shumë se sa qetëri që?
Shikoni problemi ku qëndron. Problemi qëndron më vonë te mbajtja mend e fëmijës. Edhe te rreziku që nesër për me pas xhelozi fëmia dhe me urry prindin e tij, dhe me urry edhe vllahun e tij. Ne kemi histori që Allah Zoti neve na ka mësuar në Kur'an, është Jusufi alayhis salam. Apo prindi i tij e ka dosh Jusufin. Dhe ka dosh vëllain e tij, do thotë vëllain e Jusufit, pse kanë qenë vëllezër, po për dy nanave, e ka dosh Benjamin. Vëllezërit e tij kanë xhelozuar. E për shkak xhelozisë kanë thonë uqtulu Jusuf. Mbytne ose merrni hënë diku larg syve babas ton. Edhe nëse ne e largojmë Jusufin, atëherë ne kemi me qenë më dashuri për prindin ton. E fëmia nuk di, fëmia normalisht shef ti si vepron. Kur je ti i drejt, kur ke drejtësi, atëherë e shef fëmia që ka drejtësi. Normalisht unë po flas çështjet e dhuratave, çështjet e disa gjërave, se përgjithësi esenca është që secili t'i jepet sipas nevojës e tij. Tash e ke një fëmijë i cili është më i madh dhe shkon shembull në fakultet, e ke një i cili është shkollë fillore, nevojat nuk janë njëjta. Me pa kurashim pyetjet te çështjet e dhuratave, çështjet do të thonë shkajnë do të që jepen, që mundesh me qenë krejt njëjtë, ti njëri t'jep më shumë, që të jetë më pak, atëherë di që kanë pas padrejtësi. Nu'man ibn Bashir thot, baba jem, tha ma dha një dhurat. Edhe Amra bintu Rawaha i tha jo. Tha burri i saj, derisa të dëshmojë pejgamberi Allah. Nëse dëshmon pejgamberi sa që ke vepruar mirë, tamam. Po ndryshe jo. Shkon te pejgamberi sa e i tha pejgamberi sa a ja dhove tha fëmijëve të qirë, njëjtë, i tha jo. Atëherë tha pejgamberi sa tha ki frikë Allahun, edhe je i drejt me fëmijët e tuaj, edhe mos bën padrejtësi. Prej pikave tjera është mosdashja ose anashkalimi i vajzave. Ka prej prindërve tanë, ose ne si prindër nuk i duam vajzat, i duam djemt. Edhe në përgjithësi jepemi shumë pas djemve, por nuk jepemi pas vajzave. Kjo është gabim normalisht, për shkak se vajzat janë kënaqësi për prindin dhe janë më të respektueshme se sa djem fatkeqësisht. Janë më të respektueshme, shpeshherë na ndodh që vajza është më e respektueshme dhe respekton më shumë se sa djali. Vajzat janë më të dashura për prindin, janë më të këndshme për zemrën, dhe janë për syt më të dashura. Dhe natyra e njerit është ashtu që të anon dhe ti do për shkak se janë më të sjellshme, më të buta, më të respektueshme. Mirë po fatkeqësisht ne për shkak të trashëgimive dhe për shkak që martohet vajza shpeshherë i neglizhojmë dhe nuk i edukojmë dhe i anashkalojmë ato. Bile më e keq është që shpeshherë edhe zemrohemi kur ato lindin, e që është pakënaqësi me caktimin e Allahut azza wa jall. Prandaj Allah azza wa jall tha wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan huwa kadhim. Ta kur e kanë përgëzuar ndonjëri që i ka lënë fëmijë dhe aja ka kuptuar që është vajzë, fytyra e tij është mrolur. Edhe është zemruar. Edhe çka ka bën? Tha yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bi. Ka thonë as fsheh dikun që mos ta shohin njerëzit për përgëzimin që e ka marrë. Çfarë përgëzimi ka marrë? I ka lënë fëmijë, i ka lënë vajzë, s'ka dosh me ditën tjerë se vajzë i ka lënë. Edhe thot Allah azza wa jall, tha nuk di e yumsikuhu ala hunin em yadsuhu fi turab. Ata mbaje i poshtruar apo shkoi ta mbyte edhe ta varrosi gjallë. Ashtu siç ka me pru do thot periudhat e xahilietit. Pra në deri ku ka gjendje. Edhe sot njëjtë. Edhe sot ne i mbyshim. Ndoshta nuk e varros me gjallë, a më mbyshim duke qenë bark. Shumë shpesh ndodh që prindit ton abortojnë, ose gratë tonë abortojnë, ose nonat e tonë abortojnë. Pse abortojnë? Për shkak se kupton që fëmia i saj është gjallë. Fëmia i saj është vajzë e nuk është gjallë. Aborton, kjo është mbyqje, kjo është vrasje. Kjo është vrasje. Kjo e tregon do thotë që zemrimi që e ka njeriu, dhe xehli, ignorancën, pa djenin. Allah subhanahu tha yehebu limen yashau inatha wa yehebu limen yashau dhukur. Tha Allah kujt do jep vajza, kujt do jep djem, dikush jep as fëmijë. Kjo është më e rëndë. Pyetni ata që s'kan fëmijë e ju tregojnë ata se sa e rëndë që është mos e pas fëmijë. Ata të kishin pas një fëmijë, qoftë edhe vajzë, po edhe 10 vajza kishin qenë prindër më të kënaqur ndonjë. Dhe po përfundojmë me këtë dashuri që e ka pas Pejgamberi për vajzën e vet, për Fatimën, por para se na vesh ta përmendi ku Aisha radhiyallahu anha tha që erdhi një ngrat me 2 fëmijë, me 2 vajza, kërkonte prej Aishës diçka që t'i jap. Aisha nuk kishte diçka përveç se 3 hurma. I mora i grua 3 hurma, ja dha njërës vajzë njërën, qetrës ja dha qetrën, njërën e mbajti për veti. Po fëmia me një hurmë nuk u ngi, nuk u ngop. Edhe i tha nanës vet, mje pa lë. Edhe nana nuk pa çka të bëje, e ndajti 2 gjysmë.
Dy pjesë, edhe gjysën njënë dhe gjysën tjetrës. Aisha kur e po i la mbresa shumë, edhe kur erdhi pejgamberi sallallahu i tregoi, tha ja Rasulullah, kam po kështu dhe kështu. Çka tha pejgamberi sallallahu? Allahu tha e ka obligu për këtë grua xhennetin. Apo lirimin e saj prej xhenemit të Allahut. Pejgamberi sallallahu tha, kush kujdeset për dy vajza, derisa ato të rriten, ai do të vijë ditën e kiametit, unë edhe ai do të jemi kështu. Kush kujdeset i ka dy vajza dhe kujdeset për to, i edukon, i mëson, tha kur të vijë ditën e kiametit, unë dhe ai do të jemi kështu. Me një ditë tjetër tha pejgamberi sallallahu, kush i ka 3 vajza, bën durim në edukimin e tyre, shpenzon për to, i vesh, i menban gjitha mundësit dhe mundohet deri në fund, kujdeset për to, tha pejgamberi sallallahu, ato do të jenë mbulesë nga zjarri i xhenemit. Me një ditë tjetër pejgamberi sallallahu tha, kush i ka 3 vajza, kujdeset për to, është i mëshirshëm me to, edhe i edukon ato. Pejgamberi sallallahu tha, vetëm se ati i është bë obligim xheneti i Allahut. E i tha njëri, ja Rasulullah, edhe ai i cili ka 2, edhe ai i cili i ka 2. Pejgamberi sallallahu, siç thot Aisha, kur erdhi Fatimja, erdhi e priti pejgamberi sallallahu, edhe siç e përmendëm më radh, udhëzimi i saj ka qenë, hecja e saj ka qenë njëjtë sikur se pejgamberi, veprimet e saj ka qenë gjashtë me pejgamberin sallallahu. Edhe kur erdhi i tha pejgamberi, merhaban binti, tha mirë se ke ardhur. Merhaban ya binti, tha mirë se ke ardhur, oj bija ime, edhe ul Fatimja. Ul, sipas një transmetimi të gjatën, sipas një transmetimi të majtën, edhe pejgamberi i tha diçka në veshin e saj. Kur i tha diçka, Fatimja filloi me qajt. Edhe e pyeta, i thash, Aisha tregon, i thash, pse po qon, nuk më tregoj. Pastaj pejgamberi i foli dhe diçka, filloi me qesh. Tha nuk kam pa njëri i cili qesh me njëherë pas të qarit e ti, sikur se në këtë rast Fatimja me pejgamberin. Edhe i thash tregom çka tha, tha nuk e shpalosi fshehësinë e pejgamberit. Deri kur, deri sa ndroi jetë. Pasi që ndroi jetë, Aisha kishte qefta dije pse. Çka ndodhi realisht? Edhe tha, po tash po tregoj. Tha tha pejgamberin për babën e vet, tha që Xhibrili ma ka lexuar Kur'anin një herë në vit, Ramazan. Kurse këtë vit erdhi 2 herë. Tha po ngjej që e xhelim është afër. Dhe ti je ajo e cila ke për me vdek pas vdekjes sime. Filloi për me qajtu, mërësit për babën e saj. E pastaj çfarë i tha që u gëzua? I tha, oj bija ime, tha nuk dëshiron që ti t'jesh zonja e grave xhennetit apo zonja e grave të besimtarve, ata i filloi për me qesh. Kjo ishte fshehësia, sepse qau dhe pse qeshi Fatimja radhiyallahu anha. Këto ishin disa prej manifestimeve që e manifestojnë, e shfaqin mos respektimin e prindit ndaj fëmijëve të tyre. Elus Allahu zogjat që Allahu zogjat në përmirëson. Dhe elus Allahun që na bën prej atyre të cilët i respektojnë fëmijët tanë. Elus Allahun që neve si prind dhe prindërit tanë dhe çdo prind musliman ta përmirësoj, dhe ta drejtoj, dhe ta uzoj, dhe ta edukoj fëmijën e tij ashtu siç e kërkon Islami. Dhe elus Allahun që fëmijët e tanë Allahu zogjat të i bëjë kënaqësia syve tanë dhe jo zemrim, irritim për atë që veprojnë fëmijët e tanë. Elus Allahu zogjat që ata të jenë shkak që ne të kënaqemi në dunjë dhe në ahiret, dhe elus Allahun që ata të drejton, të ju uzon dhe asnjëri prej tyre mos ta devijon. Kulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.